إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i madhrishëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. E qoftë se ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë të nderuar, kohëve të fundit, zemrat e muslimanëve po lëndohen shpesh për shkak të fyrjeve, për shkak të intrigave, për shkak të urrëties tashmë publike kundër Islamit, kundër Kuranit dhe kundër figurës më të ndritur të njerëzimit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim që pas këtyre gjërave qëndrojnë njerëz shumë të ulët, njerëz të prishur, njerëz që përpos që nuk kanë frikë Allahun, Zotin e gjithësisë, ndonse thirrën në besim në Zot, janë edhe njerëzit më të dështuar, jo vetëm në shoqëritë ku ata jetojnë, por edhe në familjet e tyre. Shumë prej tyre dim edhe për jetën e tyre personale, madje vetë familjarët e tyre tregojnë se sa të dështuar janë. Sido që të jetë, për kë po flasin ta njerëz? Kundër kujt po vjellin vrerë e helm kundër Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, kundër Muhammedit që nuk duan ta njohin, asa ata e dinë shumë mirë edhe jetën e tij, edhe kauzën e tij, edhe suksesin e tij, jo vetëm gjatë kohës sa ka jetuar, por deri më sot, e madje janë të bindur që suksesi i këtij nuk do të ndalet derisa të ekzistojë kjo gjësi. Për kë po flasin keq? Për atë i cili kur e dëbuan nga vendi i tij, e larguan nga familja e tij, nga shtëpia e tij, ai nuk i mallkoi. Ai i cili kur u gurëzua padrejtësisht në Taif, e madje u përgjak, prap nuk i mallkoi, madje tha: Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. O Allah, udhëzoje popullin tim se ata nuk po e dinë se çka janë të bë. Nuk janë vetëdijshëm se kë janë duke e sulmu, kë janë duke e përgjak. Më të dashurin e Allahut. Po flasin terrezi për atë i cili përkrahte çdo nevojtar, çdo të varfër, çdo jetim, çdo grua të ve, çdo njeri të dobët, ai ishte me ta. Po flasin kesh për një njeri i cili ku shkonte pajtonte, për një njeri që rrezatonte buzëqeshje, dashuri, mirësi, për një njeri për fytyrën e të cilit dëshmuan edhe armiqtë e tij se nuk është fytyrë gënjeshtari, për një njeri që ka qenë besniku më i madh, jo vetëm i shoqërisë mekase, por edhe i gjithë njerëzimit, gjë që e kanë dëshmuar edhe vetë ata me fjalët e tyre. Prandaj e kanë quajtur El Emin, besniku. Në vështirësitë më të mëdha
për çështjet më të rëndësishme sociale të Mekës, vula përfundimtare e çështjes ka qenë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, qysh para se mu shpall pejgamberi Allahut. Madje ka qenë adoleshent, djaliri, kur e kanë marrë mendimin e tij se e kanë ditë që fjala e tij është drejtësi. E kanë ditë që ai nuk i mban anë askujt përposhtë vërtetës edhe drejtës. E kanë ditë që me gojës tij kur nuk ka dalë gënjeshtër. Goja e tij kur nuk ka ofenduar njeri. Pe fëmirisë. E kanë ditë që dora e tij kur nuk ka çnderuar njerëz. E kanë ditë që goja e tij kur s'ka përdor alkool. E kanë ditë që trupi i tij, qenia e tij kur s'ka dhuru gur apo drum. Ka qenë i pastër. Ka lindur me pastërti, është rrit me pastërti, dhe Allahu ja ka betonu këtë pastërti me shpallin hynore. Është po ai njeri i cili kur e shliroi Mekën pas gjithë asaj që ja bën, i vran pe familjarëve të tij, ja ke shpërdorën pasurinë e tij, i bën atentat disa herë për ta vrarë. Sa herë e prenë mbes, sa herë e tradhtuan, e persekutuan, edhe kur erdhi si qëllimtar në Mekë, tha idhhabu fa antum tulaqa. Tha shkoni, tha se jeni të lirë krejt, ju kum fal. La tathriba aleikum al-yawm. S'ka qortim për juve sot, ashtu siç i kishte thënë Jusufi a.s. vëllezërve të tij, pas shumë gabimeve të rënda që kishin bërë në adres tij. Kështu bëri edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Është ai për cilin vetë Allahu dëshmon për moralin e tij dhe thot: "Wa innaka la ala khuluqin adhim." Padyshim se ti je në pjedestal të moralit. Pra je në lartësitë më kulmore të moralit, të formimit moral. Është ai të cilin Allahu në Kur'an e quan nur, dritë e njerëzimit. Vetmi njeri që Allahu e quan nur është Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Për të vetëm jetë njeriu që Zoti është betuar në të, është jeta e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Para mendoni Allahu është betuar në jetën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, e kur Allahu betohet për diçka apo për dikë, kjo tregon se ajo ka madhështi. Pra, ai njeri ka madhështi të jashtëzakonshme, ose ajo krijes ka madhështi. E del dikush edhe merr guximin me fol keq për Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Edhe më e çuditshme bëhet kur marrin guximin dhe flasin në një shoqëri ku 94% musliman janë deklaruar si besimtarë të Allahut, si pasues të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Çfarë do të thotë kjo? Është vetëm provokim. Është nxitje për përçarje. Është nxitje për urrëtie. Para mendojni sikur të kishte ndodhur kundërta. Që sa vite jemi musliman, që sa vite jemi mazhorancë, jemi shumicë absolute në vend, kur s'kemi fol keq për diçka të besimeve tjera. Kur nuk mund gjesh që dikush ka fol keq për të krishterët e këtij vendi. Për fenë tjetër kuj. As për fenë shkaut s'kemi fol keq. Për shkaun po, se i keq ka qenë, i keq është, edhe gjithë kemi me fol. Po për fenë e kërkuj s'flasim keq, se i kemi të ndaluar prej Allahut subhanahu wa taala. Ne i pasojmë parimet e Allahut, jo emocionet tona. Na nuk lejojmë që interesi apo inati personal me të i kalu parimin hynor, me të i kalu urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Këta njerëz pse po bëjnë kështu? Po dojnë me na përqa, po s'mujnë me na përqa, se na musliman nuk lejojmë mu përqa. Na s'kemi leju kur mu përqa, edhe prapë s'kemi me leju mu përqa. Edhe kur ofendojnë, si që ka thonë vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë dëgju disa sahab, duke e thirë profetin e Zotit si mudhemmem, emri i tij është Muhammed, që do të thotë i lavdëruar. Ata e kanë quajtur mudhemmem, i nënçmuar, duke aluduar në atë se ne po e nënçmojmë Muhammedin. Disa sahab janë irrituar prej kësaj dhe janë nervozuar me të drejtë. Ja Rasulullah, po të quajnë mudhemmem. Ka thonë, nuk po më quajnë mu, po e quajnë tjetër kënd, unë s'jam ai, unë jam Muhammed. Unë jam i lavdëruar nga Allahu, ato që lavdëron Allahu, gojet e njerëzve nuk mund me nënçmu. Ata janë duke e nënçmu një person imagjinar që vetë kanë krijuar mendjet e tyre. Jo mua. Çdo kush që shon në adresë të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam
ja ka garantu vetës mallkimin dhe shkatrimin nëse nuk pendohet sinqerisht tek Allahu. Prandaj më tregoni një njeri në historitë njerëzimit që ka shah një pejgamber, edhe ka vdekur si armik i pejgamberit, edhe si ofendues si ti, nuk është pendu kurr që ka përfunduar me përfundim të mirë. Nuk mundi me gjetë. As për njerëzit më të fuqishëm që kanë qenë faraonat e mbretërit, e deri tek njerëzit më të rëndomt, më të thjesht, kushdo që ka marrë guximin me isha mi ofendu profetet e Zotit, e në veçanti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka përfunduar si i mjerum, i shkatrum. Ka mbet në historitë njerëzimit i shembulli më i keq që ka frymur mbi sipërfaqen e tokës. Kush lavdrohet me Abu Xhehlin sot? Tregoni mu. Familja vet nuk është lavdruar me Abu Xhehlin. Djali i vet është irrituar pe babas vet, Ikrima, i cili pastaj e ka pranuar Islamin dhe është bërë pe komandantëve të muslimanëve. Se të keqin se do as i veti, të poshtrin nuk e do askush, as edhe familja e tij, as edhe pjesa trupore e tij e vladi, e jo më dikush tjetër. Kushdo që prek në shenjtërinë tonë fetare, dini që ka prek në plagë shoqërore. Kushdo që ofendon një prej figurave tona, diçka prej fesë son, ose prej ajeteve të Kuranit, le ta di mirë se e ka dëmtuar shoqërinë ku ai po jeton. I ka shkaktuar probleme vetës, shoqërisë ku ai po jeton dhe po vepron. E lusë Allahun e madhërisëm që organet kompetente me i hapë sytë këtë drejtim. Mjaft më me tolerancë, të tepruar. Këta njerëz janë duke synu diçka. Këta janë duke dashur me na prish. Këta janë duke na provoku. Këta janë duke dashur me nxit diçka tjetër. Normalisht ne s'kemi me leju. Po ne kur gjë nuk mund me bë pa shtet. Kur gjë s'mund me bë pa përkrahje institucionale. Asgjë nuk përkërkojmë përpos atë që është në përputhje me ligjin që vetë e keni kriju. E që është nuk lejohet me nxit urrëtie fetare, as urrëtie kombëtare, nuk lejohet me prek në vlera fetare e kombëtare. Mos prekni, merrni masa, edhe edukoni këta njerëz, nëse jo me të mirë, me ligj, çysh e lyp nevoja. E sa i përket besimtarëve të Allahut, çysh duhet me reagu na kur tjerët na shajnë fen, kur tjerët na shajnë Islamin, Kur'anin, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duhet me reagu me zguximit dhe urtësisë. A duhet me hesht? Nuk duhet me hesht. Nuk ka diçka më me vlerë për neve se sa Allahu, Zoti, Islami, feja, Kur'ani, mesazhi i Allahut, edhe Muhammed Mustafaja, i dërguari i Allahut. Këto për neve janë më të rëndësishme se sa vetë jeta, sepse ai që na ka dhënë jetën, na ka dhënë pikërisht për me besu Allahun, për me pasu Islamin, për me ndjek çdo gjurmë të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Vallahi po të mos ishte imani, jeta jonë s'kish me pas vlerë. Krejt kjo gjësi është kriju për me thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Edhe nëse na për fjalën më të rëndësishme të jetës dhe të universit nuk reagojmë, atëherë çfarë besimtari themi vetes? E si duhet të reagojmë? Me urtësi. Nuk ka nevojë na me ran nivelin e tyne. Allahu ka thonë inna kafejnake almusta'zin. O Muhammed, ne merremi me ata që ty të përqeshin. Nuk i ka thonë merru ti me ta. As sahabët s'ju ka thonë merruni ju me ta. Ka thonë unë merrem me ta. Allahu subhanahu wa taala. Të mjaftojmë ty ne o Muhammed përballë atyre që ty të përqeshin dhe tallen me ty. E kush merret më mirë se sa Allahu me ta? Reagimet tona duhet jenë duke e njohur sirën, jetëshkrimin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duke i njohur vlerat e tij, duke aplikuar mësimet e tij, duke jetësuar ajetet e Kuranit të tij, e duke e synuar kënaqësinë e Zotit të tij dhe gjithë neve në përgjithësi. Kështu e mbrojmë figurën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tjetër, do të më i bojkotu krejtësisht këto portale, këto emisione që për qëllime perfide janë gjendje me shkatru një popull. Mirë për atë dorë që e klikon linkun e atij emisioni që promovon shturje, degenerim, përçarje, sharje të fesë, mirë, jo vetëm kundrejt muslimanëve. Vallahi edhe nëse ka musliman që kanë linqe edhe i shajnë fe tjera, mirë edhe për atë dorë. Prej Allahut mirë, jo prej meje. Se Islami nuk thret në këto lloj gjanash. Andaj bojkotoni krejtësisht.
Në veçanti disa kolegëve të mi të nderuar, Allah i lula xhenetit i qoftë, po nuk shkohet bre çdo emision që të fton. Po nuk shkohet bre. Hajde që po shkon, po përgatitu bre mirë, se jetë të e përfaqësu Islamin, jo vetëm veten, Islamin jetë të e përfaqësu. Edhe gjithë dashamirët e fesë që janë, kushdo që me të vërtetë dëshiron me mbrojt Islamin, nëse ke përgatitje s'paku minimale, edhe edukat s'paku minimale, fol diçka, po fol që shka hije. Nëse s'ke, më mirë heshtja jote në ato momente është mbrojtje më e mirë se sa fjala e gabuar. Disa të dash me bë mirë, po bëjnë keq më tepër. Në këto emisione do të më dalë njerëzit që i njohin thellësisht ajetet e Kuranit. Jo vetëm që i njohin ajetet e Kuranit, po e dinë edhe natyrën e debatit, dinë ç'me debatu. Para së gjithash nuk debatohet me njerëz të ulët, me njerëz që s'kan as edukat elementare, minimale, as s'ka edukat elementare, ti ke me dash me debatu me të. Ndërkaq profeti Zot na ka ndalu me polemizu, polemika shterpe. Imam Shafiu ka thonë, krejti kom mujt në debat, për posë gjahilit. Ignorantin kur s'mush me mujt. Si ignorantin nuk flet me argumente. Ignorantin nuk ka arsyeshmëri në atë që flet. Ai ka emocione, ai vetëm shpërthen, ai vetëm shan ofendon. Prandaj është ulje e vetvetes, si për një hoç, si për një xhamatli, si për çdo tjetër, që del me këtë kategori të pa edukat dhe të dështuar me debatu për Islam. E ke marrë çështjen më të shejt, më të shtrejt, edhe po e trajton me një kategori më të ulët. Nuk mund me pas rezultat ajo. Andaj mos mashtrohemi prej klikimeve, prej famave, prej ku di se çka, se kurthat e shejtanit janë shumë të rrezikshme. Lusim Allahun e Madhrishëm me na bëj për atyre që e mbrojmë Islamin edhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me dinitet, me urtësi, me guxim, me pasim të rrugës së tij, me trasim të sunnetit të tij, me aplikim të fjalës së Allahut Madhrishëm, edhe me dinitet për një të devotshmi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.